si çdo premte. Si çdo premte. Donjeta Bobi! Mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Po si je moj? Po mirë bre Edi mirë. Për rrezaton bre, për rrezaton. Çka shepi ha? Po normal gjithmonë. Ç'të duhet? Ç'është duhet? Tedi, a flajta e mirë. Ti shabuar. Pra me pas. Unë mirë do njetë mirë, qëre. Ajo mira nuk ka kufi. Po çfarë? Që më thonë nuk ka tavan. Njëri ka çast shumë dëshirë, më konë që sot do mirë, më konë apet thot mirë me thonë, jo mirë me thonë, o met me thonë mirë, se super. Super. Perfect. Që shka shku kinemaja? Normal që perfect u shkua dhe kinemaja. E kemi pas filmin Minions, atë organizimin që kum prezentu javën e kalune. Maskota që kanë qenë, dhurata, i na knaq krejt, edhe na matriturit, e sidomos fëmijët, jenë knaq, u konë super atmosferë. Edhe ai që i mur biletat ka ardhë? Po jenë ardhë i kanë marrë. Jenë ardhë e kanë shiku dhe më thonë filmin falas. Pse? Se kanë telefonu numrin që na thojmë që japim 10 sekunda. E qëtash kina mi jap 10 sekunda, po kina mi jap deri sot është donjeta këtu 048-804 Nëse dani me fitu edhe jo 2 bileta, duj me thirrë këtë numrin që sapo Edi e prezantoj, edhe i fitoni 2 bileta falas. Pra edhe këtë javë kena premiera. Normal që kemi edhe këtë javë premierë në Kino Hyr Johana. I kemi 2 premiera. I kemi filmin Moana edhe filmin Evil Deadborn. Cilin e donte? One Moana në vallaj, se më së mështime si drejqen shejtone, raktak, jo vallaj. Jo, se raktak, ma se nata është e keqe ka dhune, nata është e drejqnive. Okej, hajde, pra Edi, ta prezentojnë pika shkurta filmin Moana, pastaj e shikojmë trailerin e filmit. Moana është film aventur, fantazi familjar, muzikal. Këtë herë historia legjendare e Moanës rikthehet me një verzion pak më ndryshe, me aktor të vërtet, pra jo më filmi animuar, duke sjellë në ekran një interpretim spektakolar të aventurës ikonike, me efekte vizuale, muzikën e njohur dhe personazhet e preferuar. Filmi ofron një përvojë magjike për krejt moshat. Pra nuk është vetëm për të vegjël, është për krejt moshat që dëshirojnë mi pa këtë film. Pas na qef me armi pa që pas kanë bo me njerës. Po me njerës ta që kanë bo, nuk është më filmi animuar. E pas kanë shkri. Perfekt, super film. Ja vlen normal që ja vlen me armi pa në Kino Hyr Johana. E kur është premier ky film, është sonte me 10 korrekt në ora 18. Por e kemi edhe 2 herë në rishfaqe gjatë kësaj fundjave. E kemi të shtunën me 11 korrekt në ora 13, po ashtu edhe të dielën me 12 korrekt në ora 16. Pra gjatë kësaj fundjave kemi 3 herë, 3 ditë në shfaqje. Ja vlen më ardhmi pa. Unë ju kisha ftu më ardhmi pa në premier sonte. Edi, ti që zgjedhe filmin e parë do më ardhmi pa. Unë sonte aty gjallë dek në rendin e 8. Kush? Këshyre, mojnë man, rendin 8. Fotografi kime ma bo, kemi qitë dëshmi që Edi keqë u konë. Po më pëlqeka se unë jam adhurus pak e shtu kjo është shumë pozitive. Shumë pozitive. Me tumtume. Por Edi, e qesim edhe çfarë kemi organizu për këtë film. Ju që na keni follow në rrjetet tona sociale, na keni pa besoj edhe postimin. Kësa herë kemi bo një lojë shpërblyese po pak më ndryshe. Është kjo? Po kjo, është një giveaway, jo mi ble biletën edhe mi fut në kuti si gjithmonë, por duhesh në rrjet social me na bo follow neve dhe këtë faqe që na i ndjekim. Merr pjesë, duhesh mi bo tag një shok, edhe shok kjo duhet me na pas neve follow, edhe hin bosh pjesë e lojës tonë shpërblyese, që mundesh mi fitu një fustan elegant nga Nërtili, pa ashtu edhe 2 persona nga 3 bileta nga Kino Hyr Johana të filmit Moana. Kur do të shpallet ky fitues është honën në ora 10. Pra, kjo është giveaway. Giveaway, deri të honën keni vakt. Keni afat që mundeni me marrë pjesë në lojën tonë shpërblyese, vetëm mundi me hinë në Instagram Kino Hyr Johana dhe është shumë e thjeshtë. Keni atje krejt detajet. Krejt detajet. Keni shumë. Edhe kemi edhe premierën e dytë. Për ju adhurues të horrorit e kemi edhe një film për ju, e cili film është filmi Evil Deadborn. Ky është një film horror thriller. Një grup njerëzish përballen me një forcë të errët
dhe demonike që shndron çdo moment në një makth. Teksa keqja përhapet pa mëshirë, ata duhet të luftojnë për mbijetesë në një histori plot tension, skena tronditse dhe terror të pandërprer. Pra domethënë është fiks për ata adhuruesit e filmave horror, po horror ekstrem. Vatan sheu po thot mirë mëngjes, jeti keq si u çova film horror. Kush ka faj që e çu vono vlla? Kush ka faj? Ti e dosh më çu me vakt? Me vakt du të më çu edhe mi pa edhe filmin e parë, se çetem filmin e parë horror. Sa muzika, sa tumtumja, ashtu këtu sa bukmrumja. Për ju të adhurues të filmit horror, ju kisha thonë mos mi humb këtë super premier. Kur është premier ky film? Është sonte, pra sonte kemi 2 premiera. Në orën 18 siç ju tregova, filmin Moana, ndërsa në orën 20:30 këtë filmin horror Evil Dead Burn. E qesim edhe programin javor t'i prezantojmë të gjithë filmat që do t'i shfaqem. Po të zot. Atëherë vazhdojmë me ditën e shtunë, pra nesër. Premte mas pare. Po të premten e tregova, Moana në ora 18, ndërsa premiera horror Evil Dead Burn në ora 20:30. Pastaj nesër shtunë 11 korrekt në ora 13 Moana, në ora 16 pra prap filmi Minions and Monsters, në ora 18 Michael, pra Michael rikthehet edhe një herë gjatë kësaj jave, po. Po, për Ilirian Furdullin është. Dhe përmbyllim ditën e shtunë në ora 20:30 me këtë premierën horror Evil Dead Burn. Vazhdojmë me të dielën 12 korrekt në ora 13 pra filmin Minions and Monsters, në ora 16 filmi Moana, në ora 18 Evil Dead Burn, edhe përmbyllim javën me filmin Obsession në ora 20. Pra filmi Michael edhe Obsession është edhe këtë javë, nuk ju kisha thonë mi humb se nuk e dia do shfaqim prap. Kështu që gjatë kësaj jave mundeni marrë mi shikua dhe mi shiju këtë super film. Xena Kastrati më thot mirëmëngjesi, Ed Jarani, Nadia mirë për ty i madhi, ta o zemrën Xena. Që shpja bojmë dënjet për shto bileta? Japim 10 sekonda. Veç 10, ha? Prej fillimit të kemi lajmëruar, por edhe 10 tani. Edhe 10 plus 10 plus 10, 20. Plus 10. 20 a 10? 10. Po veç 10, ha? 15. 15. Që shpjanisi me në gjepi nishit api 15? Pi 15 që. Veç sa disa sekonda të hecën deri tash. So, Allah hecën. Kush se a thashun 15, ha? 15. A thash 14, ha? 14. 13. 12. Op! 19. Pa, Rominin kur, mirë mëngjesi. Mirëmëngjesi. Apenin? Jo shumë. Kush është kush për na thirr? Çite çështot? Unë jam Mia Portishi. Çu po të emrin? Unë jam Era Roka. O zemra ju gëzoft juve dyjave, janë 2 vajza që na kanë thirrur. Okej, perfekt. Bravo zemrat e mia. Zemra e Nikona herë në kino hyr Johana. Po gjatë herë vina dhe atë shumë fantastike për me këshir filma edhe ka shumë ushqime të mira edhe shumë të mirë solla. Perfekt. A keni pa filmin ma herë që kon filmi Moana? Moana e kena po filmin e vizatuar, ama kështu se kena po ato që është realitet. Po, a keni dëshirë mi po ta që me aktor real? Po, shumë kemi dëshirë. Okej, a dëni marë sonte në premier apo në rishfaqe në vikend? Sonte në premier. Okej, a bëni emër t'jujen? Era Roka. Era Roka mundi mi marrë dhe këtu në kinema mi marrë 2 bileta falas, mi pa këtë film. Faleminderit shumë për thirrjen, ju mirëpresim. Për qafime, bëllme, premtime, puthe për qafime, shkon e kolla çet më këtë. Alo, këtu jeti ja. 2 japet 8. 7 6 5 4 3 2 1. Bravo! Kur jemi pas kem pas edhe që ky filmi për thot horror, po ta hop ka dëshirën edhe për raktak arbjen nga Finlanda. Vallai ky horror është edhe adhurues e filma pa horror kanë një piti. Bilem dovet regjizori se ka pa hiç pitutës. Kur jemi tek përshëndetja jon tash, unë për du me të hapë me veti në jetën sentimentale do ndjeni të pasigurt. Për gaforën, a? Për gaforën, në jetën sentimentale do ndjeni të pasigurt dhe dyshimet ndaj partnerit mund t'ju pengojnë të esni për para. Beqarët do të jenë me fat,
Sepse me facet e tjerë, pasi do marrin ftesa interesante dhe mund të hedhin hapat e parë, drejt një lidhje të re, të zot, financat. Mira. Financat kërkojnë organizim më të mirë, prit të zot, nëse nuk i kushtojnë rëndësi këtij aspekti, mund të përballeni me vështirësi. S'di se ti lexoj këto, bre. S'ka dark, nuk është e vërtetë. Kastro Deda, mirëmëngjes Edi Gjakuba. Doniet, thank you very much. Shihemi premten tjetër me premiera të reja. Unë jam te Moana. Sot Nora 8, jam në jo po 6. Në rendin e 8. Ora 6 në rendin 8, ora 8 në rendin 6 tash. Ora 6 në rendin 8. Ora 6 në rendin 8, Edi Cash ul aty. Shihem Doniet.